që normal, po besoj që si gazetar të sportit krejt i dina vështirësitë që janë edhe pas një angazhim faktikisht veç me i pa lojt edhe orarin e ngjeshën që e kam pas. Mirë po, ka nisë me thonë drejtën nëse se kom prit që ka me shku që si soj i mirë. Prej fillimit, kom thonë që botrori Katarit, i 2022-ës ka me po një pak konkurent në aspektin e mirë organizimit edhe gjithë qkaje që është bu, po nuk jalëshon rrugën në asnjë aspekt aspekt. Normalisht, besoj që i ka njep edhe ma shumë promovim futbollit në SHBA si kudo, edhe thjesht u kom festival në ashtë në fush, festival jashtë fush. E kam bu edhe matë veçant, që më i me thonë jënë qëto pauzat e hidratimit. E pse pat veçant, për në anën pozitive po mendona? Po, absolutisht po. Pse çfarë ka ndiku kjo në anën pozitive? Po e bojnë futbollin, jo, besoj që për bizneset e bojnë ma të lakmushëm edhe bojnë futbollin shumë ma komercial. Por nuk e prishin pak ritmin e lojës? Nuk e besoj. Besoj që për pak disa lojtarë janë shprehur pas ka mendjen të biznesit duki, kështu që... Po jo, e kam bërë shumë ma komercial, se që ajo konë arsyeja kryesore që viteve të fundit kanë thonë konë geci ose kalojnë 45 minuta deri sot pse po kesh. Deri sot bëhet një reklam, kurse sot e ki futbolli, sot ka kaluar diçka tjetër. Domethënë futbolli prap se prap mbetet larg sporti më i lakmueshëm edhe për pjesën e reklamës edhe për gjithçka. Po përveç reklamave, a ndihmon lojën kjo? Besoj që ndihmon. Pjesa e hidratimit duke marrë parasysh.